Merkatoja e janarit mund të sigurojë një transferim të bujshëm për sulmuesin e përfaqësueses Shpresa Ermir Rashica. Futbollisti i cili është pjesë e skuadrës së Metalist 1925 në kampionatin ukrainas tanim mund të jetë pranë hapit të madh në karrierë. Djaloshi i larguar nga Skënderbeu një vit më parë ka shkëlqyer në këtë periudhë kohët e skuadra ukrainase dhe me golat e asistet e tij e ka ndihmuar jo vetëm të ngjitet në elitë por edhe të kthehet në faktor atje. Këto paraqitje si dhe ato me Shqipërinë U21 ku ai është padyshim një nga yjet e ekipit kanë bërë që një klub francez të vihet në ndjekjet e tij. Sipas informacioneve në Ukrainë Rashica është kthyer në dëshirën e merkatos të një klubi të elitës në Francë që e ka monitoruar rregullisht. Megjithatë nuk bëhet e ditur ende se cila është kjo skuadër dhe në cilën pikë janë negociatat mes palëve. Ndaj mbetet të shihet në vijim se si do të rrjedhin ngjarjet.